është për të ardhur keq, po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e Molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkinë Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme, etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite, që është ngritur për një qasje ndryshe ndaj antarësimit. Unë nuk kam thënë ndonjëherë dhe as editoriali i mallkuar nga nuk po vë emër atyre që në Kosovë apo në Shqipëri e kanë mallkuar, nuk thot askund dhe nuk prezumon askund dorëheqje nga antarësimi në Bashkinë Evropian, përkundër